Alo, Po, përshëndetje zotrin, nga telefonon? nga Zvicra, Antoni. Nga Zvicra, zotin Anton, si je? Mirë, e ju? Gëzohem, mirë edhe ne, mirë faleminderit. Më thuaj Mirë. lutem, kujt i ka konvenu që ky rezultate, që ka ndodhje. Edhe sot ky po mendoj ka rezultat- përfundu kështu si numrem, po. Po e pava rezultatet edhe i ka konvenu mas shumë ti Abidjikit. Abdigjikut, Ati ka se Vjosa Osmani dula, atje që thaj ke s'do të dal kur dula nej, ka LDK-ja. Ha? Edhe në korrizin e vetvendosjes, mbi korrizin e vetvendosjes, fitoj Lumir Abidjiki. Po. E kështu që PDK-ja u rrit me deputet mbi korrizin e Fatmir Limës. PDK-ja thua. Po, Po, AK, se PDK-ja kish mujt me dal me 19 deputet. Mos me pa ardh Fatmir Limaja aty. S'kish mujt me marrë këtë radhë jo. Po. Kish pas rënjen nga Po. këto vota. Po. dhe ti thua Kështu që- se i ka konvenuar më së shumti Lidhjes Demokratike të Kosovës. Po, se Vjosa dul nej edhe ato gratë e vjetra që e kanë votu Vjosën që e kanë pa në për televizion e kështu Po. të ban aty në show e kësaj sanësh. Edhe e kanë rrit pak LDK-n, 3% asaj mor më tepër. A ka humb vendosja në këto zgjedhje? Po ka hu pak, ka pas pak humbje, më vjen keq atin se në korrizin e lëvizjes vetëvendosje u rrit Lumir Abidjiki. Mirë. Faleminderit shumë. Ju përshëndes. Edhe ne ditën e ty. mirë.